Lufta e qeverisë kundër informalitetit do të jetë njësoj e ashpër me të gjitha bizneset, duke nisur nga më i madhi tek më i vogli. Në këtë mënyrë, kryeministri Edi Rama ka shuar zërat se kjo betejë do të prekte vetëm bizneset e vogla. Nafta, cigaria, mallrat e vlerës dhe tregtia me shumicë do të jenë në qendër të përpjekjes son frontal. Por padyshim, zinxhiri i informalitetit ka një fillim, ka dhe një fund. Dhe ne do të lëmë pa kontrolluar asnjë hall të zinxhirit, nga më të mëdhenjt tek më të vegjëlit. Në takimin me drejtorët e tatimeve në gjithë Shqipërinë, kryeministri dha një përgjigje dhe pyetje se pse ky aksion nuk është bërë më herët. Ata që nuk e bën 23 vjet dhe e lanë shtetin cop-cop në pragun e një umnere borxhesh dhe kolapsi energjetik, na e bën të pamundur të merremi më parë me këtë operacion madhor. Shefi i qeverisë nuk artikuloi kritika të drejtë për doganat e tatimet në këto 2 vite, që sipas tij kanë shtruar një udhë të sigurt në mbledhjen e të ardhurave, por kishte një paralajmërim për drejtorët e vartësit e tyre. Ne nuk dëshirojmë që sjellja e papërshtatshme, veprimet e palishme bëhen arsye që do të ndajnë nga rruga e kësaj betejë kudoqoftë nga ju. Por ndihen realisht të rrezikuar vetë drejtorët e tatimeve. Kushta që si mbledhin? Unë jam në tatimet e Korçës, i kemi mbledhur të tëra tatimet, kemi realizuar planin edhe muaj kaloi edhe këtë muaj, kështu që nuk kemi frikë. Nuk mund të të themi fjalë asnjë gjë për këtë çështje. Unë kam realizuar për vetë time, nuk di për tjerë. Lutem, ka një zysh shtypin drejtorin e përgjithshëm të doganave, nuk na lejohet të prononcohemi.